Të nderuar shikues, u rikthyem në studio në këndin e personalitetit për ditën e sotme dhe temën për të cilën sot do të diskutojmë. Do të flasim sot për qendrën për kulturë në Tetov me të parin e kësaj qendre, se si këtë rol e merr si përgjegjësi, privilegj apo nder për aktivitetet që ka ky qendër, sfidat, vështirësitë, sukseset të arriturat. Për të trajtuar një temë të tillë, kemi nderin që në këtë pasdite të na nderoj me prezencën e saj vetë drejtoresha e qendrës për kulturë në Tetov, zonja Njomza Imeri Ismaili. Përshëndetje Njomza dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje Ariana, më faleminderit për ftesën, mirë se u gjeti. Faleminderit shumë, kënaqësi që gjithmonë të kemi në emisionet tona. Fillimisht të përgëzojmë për postin tuaj dhe njëkohësisht do të donim të dinim më shumë rreth asaj se këtë post e keni marrë si përgjegjësi, si privilegj, si nder për të udhëhequr qendrën për kulturën në Tetov? Po atëherë kështu, unë asnjë post nuk do ta kisha llogaritur si privilegj, për arsye se kur marrish në përgjegjësinë tënde një post do të jesh në shërbim të qytetarëve, të shoqërisë, varësisht në cilin institucion e udhëheq, po. Dhe derisa e merr përsi shërbim ndaj shoqërisë, ja për shembull institucioni jon ka të bëjë me kulturë dhe unë jam në shërbim të gjithë njerëzve që duan të zhvillojnë kulturën, unë prandaj e llogariti shumë si përgjegjësi, jo si privilegj. Privilegj për mua do të ishte fundi mandatit tim, nëse do arri që dua uroj të dal në fund të mandatit me nder, me kënaqësi, me kokën lart siç thot populli, dhe kjo do ishte privilegji më i madh për mua. Sigurisht dhe ne jemi të bindur fal për kushtimit tuaj që do të jetë ashtu. Megjithatë jeni femra e vetme që deri tash ka marrë këtë post udhëheqës në këtë institucion. Cila është fuqia e gruas, roli i gruas, rëndësia e gruas për të udhëhequr një institucion të rëndësishëm? Është e vërtetë se për herë të parë udhëheqëse e këtij institucioni është grua, por për mendimin tim kjo nuk të bën më shumë të vlerësuar ose më pak. Do të thonë, puna është ajo që e karakterizon njeriu se si do ta udhëheq një institucion. Unë jam përkrahëse e përfaqësimit të drejtë të grave në për institucione në post të udhëheqëse, po jo në menaxhimin e institucionit. Nuk dua të bëj dallim me këtu në gjini se një burr mund ta menaxhoj më keq ose një grua më mirë. Këtu nuk dua të kemi dallime. Ajo që më brengos mua është përfaqësimi i drejtë në për vendimmarrëse, themi, të pozitave të grave. Ndërsa menaxhimi i institucionit është krejt çështje tjetër që nuk ka të bëjë me gjini. Është çështje si ti din të solidarizohesh. Këtu ndoshta ne gratë kemi pak më të zhvilluar ndjesinë, emocionalitetin, ndoshta aftësinë e bashkëpunimit, sepse kushdo, sado e mirë të jesh ose i mirë, nëse nuk arrin të bashkëpunosh me ekipin të cilin e ke në institucion, nuk besoj se do arrish vlerat të cilat i ke synim për t'i arritur. Dhe kështu unë mendoj se këtu ne gratë kemi pak më shumë fleksibilitet dhe jemi ndoshta më shumë të arritshme në bashkëpunim me kolektivin. Unë mendoj se pa bashkëpunim, pa e një ekip të mirë të cilin duhet ta kesh rreth vetes, asnjë institucion nuk do të lulëzojë ashtu siç pretendojmë të lulëzojë. Në fakt asgjë nuk bëhet vetëm, asnjë punë qoftë thjesht nuk mund ta bëjmë vetëm nëse nuk kemi një ekip, por ekip të mirëfillt. Asesi, unë jam i thtarë e kësaj se çdo gjë bëhet me një ekip të mirë. Po. Siç e kam nderin, fatin në institucion ku udhëheq unë tani, edhe pse shumë shpejt është, ka 3 muaj e gjys, 4 gati se që jam udhëheqëse, jam shumë falenderuese për mikpritjen, për të gjitha idetë që mi kanë sjellë, për të gjithë kontributin që janë duke e dhënë gati se të gjithë. Megjithatë, flasim për qendrën për kulturë, ose e njohim ndryshe edhe si Pallati i Kulturës, por cili është roli që ka kjo qendër në zhvillimin e kulturës në Tetov dhe jo vetëm? Pra çfarë rëndësie mund të ketë qendra për kulturë për zhvillimin kulturor? Po, unë mund të them, domethënë nga vetë emri mund të kuptojmë se aty zhvillohen aktivitete kulturore. Ne si institucion kemi aktivitetet tona kulturore që duhet të zhvillojmë, bashkëpunime me palët nga jashtë që duan të zhvillojnë aktivitete kulturore, dhe ajo e bën të bukur këtë, se pikërisht unë mendoj se kultura është ajo e cila e nivelizon një shoqëri, domethënë sa më shumë të kemi aktivitete kulturore, mendoj se shoqëria ngritet. Dhe këtu qëndron ajo esenca
të cilin e them gjithmonë se duhet të bashkëpunojmë me të gjitha institucionet që kanë dëshirë të shfaqin aktivitete kulturore në Qendrën për Kulturë, të gjithë personat fizik që merren me aktivitete kulturore, të gjitha shoqëritë, gjithë çka që lidhet me kulturë, ne duhet të jemi aty, do të thonë të jemi me dyert të hapura dhe të shfaqin sa më shumë aktivitete kulturore. Mendoj se është në nivel, po jo gjithmonë ka nevojë për më shumë. Po, gjithmonë e mira s'ka fund sistemi dhe gjithmonë duhet të punuar ende më shumë. Dhe kështu mendoj se me një bashkëpunim të mirë me të gjithë që duan të mirën e kulturës në qytetin e Tetovës, mendoj se do arrim edhe këtë ta ngrisim në një nivel ende më të lartë. Megjithatë, drejtoresh, cilat janë ato sfidat apo vështirësitë më të mëdha me të cilat përballet ky institucion të cilin ju dhe e drejtoni? Duke përfshirë këtu edhe atë se si e gjetët këtë institucion. Kështu, relativisht mirë e kam gjetur, për arsye se unë një periudhë kam qenë edhe drejtoresh e një institucioni tjetër, Bibliotekës Qytetit, dhe që aty kemi frekuentuar, do me thonë kemi hyrë në të njëjtat dyer. Ka ndryshim, do me thonë prej asaj kohe ka ndryshim për të mirë, falë udhëheqësisë që kanë qenë, falë ekipit që ka punuar, do me thonë ka përmirësime të dukshme. Unë e njihja Pallatin e Kulturës ndryshe, po ndryshe më doli kur thonë realitet. Po, realiteti dhe u befasova për të mirë në këtë aspekt dhe jam shumë mirë njohëse që me të vërtet Qendra për Kulturë ka arritur të ecë me disa hapa pak më të shpejtë se sa që ka qenë në të kaluarën. Dhe sfidat janë gjithmonë pjesë e jetës, e kemi thënë gjithmonë dhe vazhdojmë ta themi. Jo se gjithçka është lula aty brenda, ne çdo ditë ballafaqohemi me probleme të ndryshme, po tani ato nuk janë gjëra që varen nga ne. Me thonë, një institucion shtetëror lidhet me shumë institucione tjera dhe jo gjithçka varet nga dëshira që kemi ne për të bërë ndryshime. Dhe këtu ballafaqohemi shembull me mungesë personelit teknik, mungesë të i gjithë objekti funksionon me një pastruese shembull. Është me të vërtet shumë ngarkesë për atë zonjën që mu më dhimbë se çdo ditë kur e shoh. Shpresojmë të kemi rezultate pozitive në këtë aspekt, sepse kemi bërë kërkesë që këto disa gjëra të ndryshohen. Kemi mungesë të parkingut, me thonë, ka gjëra që na sfidojnë çdo ditë, na humbin nga pak energji, po besoj janë të kalueshme dhe shpresoj që në një të ardhme të afër të realizohen, po do dalin besoj edhe probleme të tjera, sepse objekti është i vjetër, ballafaqohemi çdo herë me probleme të ndryshme, kështu që ato janë gjëra që duhet menaxhuar edhe uroj që t'i menaxhojmë sa më lehtë. Megjithatë, cilat janë ndoshta disa nga investimet apo renovimet që keni bërë në infrastrukturë pas marrjes suaj të mandatit si drejtor, megjithëse është një kohë shumë e shkurtë që jeni në këtë post. Po e thash edhe në fillim, është shumë shkurtë që e kam marrë detyrën. Kishte sa po e mora detyrën, ushtruesi i detyrës paraprak kishte një ide për të rregulluar disa çështje teknike në lidhje me nxemjen, gjë që më rahi se mua të realizoj. Do me thonë si ide ishte dhe arritëm, falë gjithë ekipit aty që më ndihmuan, arritëm ta bëjmë atë ndërhyrje që të gjithë njerëzve, të gjithë aktivistëve, të gjitha shoqërive që do zhvillojnë aktivitete brenda në sallën e Qendrës për Kulturë, t'ju ofrojmë kushte më të mira për të mbajtur sa më shumë komoditetin brenda asaj salle. Ishte çështje e nxemjes, për arsye që nuk ja arriheshte temperatura e duhur në sallë. Tani kemi bërë një ndërhyrje dhe kjo besojmë tani në kohët e ftohta të dimrit do të ketë sukses pak më të mirë. Dhe komoditeti besoj do jetë më i rehatshëm. Pjesë tjera, shembull kompjutera, klima, se ende disa gjëra që veç më ishin të vjetra ose të harxhuara, të themi, edhe aty kemi bërë disa ndërhyrje, po këto janë gjëra shumë dytësore, edhe pse të nevojshme shumë. Nuk dua që thash është një periudhë shumë e shkurtër, por shpresoj në një kohë pak më të gjatë të arrijmë suksese edhe më të mëdha.
edhe do kemi çka bisedojmë në emisionin tuaj. Sigurisht në emisionin e radhës. Megjithatë, cilat janë ato aktivitete që realizohen në Qendrën për Kulturë zakonisht? Institucioni i Qendrës për Kulturë, aktivitetet që i zhvillojmë ne janë ekskluzivisht, e them kështu ekskluzivisht, aktivitete kulturore, të cilat ne e kemi të drejtë të zhvillojmë. Përveç me raste të caktuara ndonjë aktivitet humanitar që kemi të drejtë të realizojmë. Ndërsa nga jashtë palët që huazojnë sallën tonë mund të zhvillojnë aktivitete të ndryshme, fetare, politike, pa marrë parasysh çka janë. Ndërsa ne si institucion duhet të përkrahim vetëm aktivitetet kulturore. Dhe kështu kemi një kohezion, domethënë, edhe përpara meje ka qenë ashtu, edhe unë do të vazhdoj ashtu, dhe derisa e ushtroj këtë pozicion, unë nuk dua të bëj dallime. Domethënë, në Qendrën për Kulturë janë të mirëseardhur të gjithë njerëzit pa dallime etnike, politike, fetare, domethënë krejt këtë gjatë mandatit tim, derisa e ushtroj unë, do të mundohem që ta barazoj me zero. Gjithkush është i mirëseardhur në Qendrën për Kulturë. Megjithatë, keni bashkëpunime me institucione tjera, me artistë njohur ndoshta? Po, patjetër. E thash, për të vajtur puna sa më mirë brenda institucionit, duhet bashkëpunim me ekipin brenda. Ndërsa për të shfaqur jashtë, domethënë duhet të kesh bashkëpunime edhe me jashtë. Ne kemi bashkëpunime me shumë institucione, ne brenda për brenda objektit frekuentojmë shumë institucione, si që është Teatri i Tetovës, biblioteka, është European House, është Ansambli, është Alianca Franceze, do me thonë, shumë institucione i kemi vetëm brenda objektit. Kështu kemi bashkëpunuar edhe me festivalin e filmi që u mbajt tash TIFF Odën, kemi bashkëpunim me Jazz Festivalin që u mbajt me zonjën Elina Duni, që ishte një koncert fantastik. Më thonë, nuk e di, mos haroj dikon të përmendi, po mundohem që të bashkëpunoj me çdo një artist që vjen të trokas në dyert e këtij institucioni. Po, megjithatë, aktiviteti radhës që tani shpejt pritet të realizohet është festivali i grupit të grave Teuta. Të flasim pak në lidhje me atë se çfarë festivali është ky? Është një festival që unë e çmoj shumë. Me thonë, nga jashtë e kam dëgjuar, po tani nga brenda e shoh peshën e vërtet të këtij festivali. Është edicioni i 14 me radhë që mbahet në Qendrën për Kulturë. Është një festival që rënjët i ka diku në vitin 2005-2007, kur atëherë ka qenë shumë e vështirë për të nisur iniciativën të bësh një festival të tillë, po fal shumë grave të qytetit të Tetovës që kanë pasur vullnet ta frymëzojnë këtë ide, fal njerëzve që e duan muzikën e vjetër qytetare, dhe fal institucionit në atë kohë që e ka drejtuar, nëse nuk gaboj Faik Mustafa, drejtori, i cili u ka dhënë përkrahje që ky festival të institucionalizohet dhe të marrë një kahje tjetër, do me thonë përkrahje nga institucioni. Dhe kështu ka filluar gjithçka. Kanë marrë pjesë grupe të ndryshme, do me thonë është festival ndërkombëtar nga Shqipëria, nga Kosova. Njëherë më duket ka pasur edhe mysafir kanë pas edhe arbreshet e Italisë, nga Republika e Maqedonisë së Veriut, grupe të ndryshme. Grupi i grave Teuta ka qenë gjithmonë një koqire e këtij festivali dhe kjo mbetet e tillë si tradicionale. Do të thonë edhe këtë vit grupi i grave Teuta është një koqire e festivalit. Mysafire nderit i quaj është grup Okteti i Lirikumi, të cilët janë edhe këto një grup të rinj që duam edhe ne si institucion t'i promovojmë, t'ju japim përkrahje, të shfaqin edhe ato vlerat e tyre në skenën e muzikës, në skenën ku do t'i shohë edhe publiku tetovar. Risi tjetër këtë vit është për skaj grupit ansamblit Isuf Myzyri, më duket Elbasanit. Kemi grupin e Preshevës, kemi korin e Nexhmie Pagarushës nga Prishtina, kemi grupin e një grup të rinj Rilindja nga Gjakova,
dhe një freski shumë, besoj, uroj të ke një performancë shumë të mirë nga Ulqini e kemi këtë vit, është grupi Burimi. Dhe këto janë grupe që do marrin pjesë, me thonë, nga gjitha këto trevat tona shqiptare. Uroj, ftoj, do me thonë, ta shfrytëzoj rastin edhe në këtë emision të ftoj gjithë publikun në Tetovar, të gjithë që kam vesh për këtë muzikë, është muzikë e vjetër qytetare, është muzikë shumë e bukur, është muzikë të cilën kështu me fanatizëm disa njerëz e ruajnë, e kultivojnë që ta trashëgojnë brezat e ardhshëm. Dhe ju ftoj të gjithëve me 27 shtator, ora 19, të marrim pjesë në këtë festival dhe të shohim se çka do na sjellin grupet që i kemi zgjedhur këtë vit të performojnë në institucionin tonë, bashkë normalisht me ekipin e Qendrës për Kulturë, me këshillin artistik që kemi pasur, edhe kështu me radhë. Përveç këtij aktiviteti, të kalojmë pak të flasim për festivalin tjetër, pra festivalin ndërkombëtar i teatrit, i cili pritet të realizohet menjëherë pas këtij festivali. Të flasim pak edhe për këtë event, për këtë aktivitet që do të realizohet në Qendrën për Kulturë? Po, kjo ndoshta më shumë do t'i takoj edhe drejtorit të teatrit të flas, po me që mbahet në sallën të cilën e kemi ne si Qendër për Kulturë, edhe që aty frekuentojmë, ndoshta do marr pak për hise të flas edhe për këtë. Është një festival shumë i bukur, edhe ky është festival ndërkombëtar, ka shfaqje të ndryshme teatrale nga gjitha trojet Shqipëri, jo, më duket Shqipërisë nuk ishte Kosova, Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Presheva, gjithashtu e kishin edhe ato mysafir. Është festival 6 ditor, do me thonë fillon të hënën, me 1 tetor dhe mbaron me 6 tetor. Ishte pjesëmarrës edhe Gostivari, Prishtina, do me thonë qytetet të ndryshme të trojeve tona shqiptare, dhe ftoj gjithë ata që e duan teatrin, ata që e duan skenën, të marrin pjesë edhe në këto evente, sepse tani shtatori, tetori, nëntori janë diçka kështu si kur të karakterizohemi si Qendra për Kulturë me aktivitetet të ndryshme, dhe uroj që të kemi sa më shumë publik, uroj që këto festivale mos mbarojnë kur, këto aktivitete kulturore mos mbarojnë kur, të kemi sa më shumë përkrahje, nëse ne kemi përkrahjen e publikut, sa më të madhe, ashtu atëherë motivohemi edhe më shumë që të punojmë akoma më shumë. Po megjithatë të kalojmë në një pjesë tjetër, së shpejti pritet të sillni në Tetov dhe një tenor shqiptar shumë të madh, nuk e di se dëshironi ta zbulojmë dhe emrin, ta prishim pak atë befasinë edhe surprizën, një tenor të madh i cili do të vinë në Tetov në një koncert shumë madhështor, besoj përpara publikut tetovar në Qendrën për Kulturë. Për kë bëhet fjalë konkretisht? Okej, fillove të më zbulojsh edhe sekretet e Qendrës për Kulturë, por nuk është problem, ne besoj do shihem edhe në intervista tjera, po kjo është një, do me thënë, të gjitha projekte që realizohen këtë vit, unë i kam gjetur, do me thënë, veç më kishin kaluar në Ministri të Kulturës. Dhe kur erdha, më treguan se kështu kemi një koncert, po ndoshta të them të drejtën, mjetet nuk ishin të mjaftueshme ata realizojmë, a mos realizojmë, edhe ulëm një ditë me stafin e Qendrës për Kulturë, a e bëjmë, a si dja bëjmë? E bëjmë edhe kështu vendosëm që pa marrë parasysh, me thonë, vullneti i mirë për punë edhe për t'i sjellë diçka Tetovës, të bën që të sakrifikosh ndoshta ndonjëherë edhe nga vetvetja dhe gjithë ekipi, për shkak se nuk mund të realizojsh vetë. Ne do mundohemi në mënyra tjera që ky koncert të mbahet, gjithsesi. Bëhet fjalë për Kastriot Tushën, i cili nuk e dia është për herë të parë në Tetov, po ndoshta edhe nëse e kemi pa shumë rrallë, kështu që të gjithë që e duan këtë tenor, të them të drejtën, që shumë pak raste kemi në Tetov të shfaqen koncerte të tilla, i ftoj që ta ndjekim, ta bëjt publike edhe datën, po ndoshta mund të kemi ndonjë ndryshim, edhe pastaj mos kapem për fjalë, Kastriot Tusha do të jetë pjesë e Tetovës në nëntor. Në nëntor. Kur jemi këtu te nëntori, të flasim pak edhe për festat e nëntorit, aktivitetet që pritet të realizoni si Qendër për Kulturë për festat e nëntorit, megjithëse kam përshtypjen që sërish në nëntor do t'ju kemi në emisionin ton për të folur dhe për të shpalosur këto aktivitete një nga një. Po megjithatë një rezume të asaj se çfarë pritet të bëhet në Tetov, në nëntor, në Qendrën për Kulturë. Po. Me thonë, nëntori
njihet si muaj i festave në Qendrën për Kulturë, edhe ne do të mundohemi që atë periudhë të kemi aktivitete, do më thonë, prej me 20 deri në 30 në nëntor të jemi full me aktivitete, po edhe për para, do më thonë, ka datë të caktuar edhe nga shoqërit të tjera nga jashtë, që veç më kanë bërë termine që në nëntor duan të shfaqin diçka për publikun tetovar. Edhe ne gjithashtu si Qendra për Kulturë kemi aktivitetet tona të cilat duam të zhvillojmë. Një ndër to është edhe koncerti i Kastriot Tushës, është edhe koncerti Crescendo, do të ketë ekspozit, do të ketë edhe shumë risit e tjera, po tani mos flasim para kohe, dhe me thënë për arsye të termineve të cilat duhet t'i menaxhojmë mirë, për shkak se ka shumë të interesuar në atë periudhë kohore për të mbajtur aktivitetet të ndryshme. Do ketë edhe Qendra për Kulturë shumë çka për të parë në festat e nëntorit. Atë le të presim të festojmë festat e nëntorit së bashku. Të kalojmë të flasim pak edhe për një pjesë tjetër që gjithashtu është shumë e rëndësishme, të rinjët. Sa ka hapësira dhe sa hapësira ju jep të rinjëve që duan të merren me artë dhe kulturë Qendra për Kulturë në Tetov? Unë ndoshta do të thoja se jam favorizuesja më e madhe e brezave të rinj. Do me thonë, çdo një i ri që troket në derën e institucionit tonë, unë jam gjithmonë aty për ta përkrahur në çdo aspekt aq sa janë mundësitë tona. Do me thonë, nuk mund të dalim edhe nga vetvetja, po nganjëherë dim edhe të dalim. Shpesh herë edhe me kolegët, detyrohemi njëri me tjetrin të marrim ndonjë hap vetëm për t'ju ndihmuar të rinjve. Është shumë e rëndësishme që të rinjt të kultivojnë vlerat e mirëfillta, domethënë kulturore, dhe ne jemi aty me dyrë të hapura në çdo moment, pa asnjë hezitim, e them haptas, pa asnjë hezitim, çdo kush që mendon se ka diçka për t'i dhënë publikut tetovar, unë jam aty për të ndihmuar, bashkë me ekipin. Për të mbështetur sidomos të rinjët me aktivitetet e tyre. Të flasim për planet e së ardhmes, megjithatë ne përmendëm disa nga aktivitetet që pritet të realizohen, por nëse kemi haruar ndonjë aktivitet të përmendim që e keni në agjendën e së ardhmes të realizoni. Po këto janë ato, thash, ky festivali të Uta është një ndër këto më të rëndësishmet. Koncerti i Kastriot Tushës do jetë një risi shumë e mirë, një freski shumë e mirë për qytetin e Tetovës. Do jetë ndoshta edhe pas të mbarojnë edhe zgjedhjet, pak njerëzit të relaksohen, ndoshta pak të mbushen me energji pozitive, të mbushim ato bateria që do na harxhohen tani gjatë kampanjës. Edhe mendoj që do ketë shumë aktivitete të tjera të cilat do ja lëm kohës për t'i zbuluar. Sigurisht. Dhe për fund, drejtoresh, cilat ishte porosia ose mesazhi juaj drejtuar gjithë shikuesve, audiencës, qytetarëve të Tetovës? Unë do doja që të gjithë që kanë pak sens, pak ndjenjë për art, mos hezitojnë, me thënë të vazhdojnë rrugën e tyre, ne jemi aty për t'i përkrahur. Dhe një falenderim të veçantë për ekipin e institucionit të cilin unë e udhëheq, të cilët në asnjë moment nuk më kanë lënë të ndjehem keq, në asnjë moment nuk më kanë lënë në një pozicion të vështirë të them se nuk di tash çka të bëj, çdo herë kemi gjetur një zgjidhje për të gjitha problemet. Dhe besoj që edhe të gjithë të tjerëve, të cilët do të drejtohen tek institucioni jonë, unë me përkrahjen e këtij kolektivit mrekullueshëm që kam, besoj që do ju dalim në ndihmë. Vetëm le të vazhdojnë, le të punojnë, i kemi dalë në përkrahje, mendoj deri tani të gjithë artistëve që kanë dashur të shfaqin, veçanërisht artistët e rinj. Kemi pasur ekspozitën e Esra Lutës, që është një vajzë shumë e re, kemi pasur ekspozitën e Gabriela Petroska, që është një artiste e re. Me thonë, të gjithëve të cilët duan të bëjnë diçka për kulturën, ne jemi aty për t'ju dalur zot, si themi. Dhe kështu që jemi shumë të hapur, le të vinë t'ju ndihmojmë aq sa mundemi, dhe ndoshta edhe aq sa nuk mundemi. Faleminderit shumë drejtoresh që sot ishi pjesë e emisionit tonë dhe ju mirpresim sërish në emisionet e tjera. Faleminderit shumë edhe juve Ariana për ftesën, shihemi herave tjera. Kënaqësi shumë e madhe që ishi sot pjesë e jona. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës, ndërkaq që vazhdoni qëndroni dhe më tutje me ne, do të rikthehemi vetëm pas pak.